Këngëtarja italiane Mia Martini ishte në qendër të filmit që u shfaq mbrëmjen e djeshme në kineman e qytetit të Gjirokastrës, në kuadër të organizimeve të javës së kulturës italiane. Ky film i realizuar nga regjizori Riccardo Bona solli jetën dhe aktivitetin muzikor të artistes që u nda nga jeta në moshën 47 vjeçare, i cili u ndoq me interes nga artëdarësit. Java e kulturës italiane është java që një në vit në mbledh të gjithë, sidomos në miqtë e Italisë, cilët kemi ato nostalgji tona të viteve të kaluara, të muzikës së bukur italiane, po sigurisht Italia nuk është vetëm muzikë, është kulturë, është art, është gjithçka, dhe kjo në mbledh të gjithë. Dhe sot pikërisht jemi në një nga eventet që kjo javë ka, dhe është filmi në kinema. Ka patur një dramë në jetën e saj, ka vdekur shumë e re, por muzika e saj mbetet një hit për muzikën dhe si thua natyrën e këngës italiane, ku ka ditur të përzijë edhe modernin, por edhe atë çka ka dashur të përcjellë nëpërmjet kulturës italiane dhe brengave apo jetës së saj që ka kaluar. Konsulli i nderit i Italisë në Gjirokastër, Teodor Bilushi, tha se nisur edhe nga interesi i treguar nga gjirokastritët për kulturën italiane, aktivitetet do të vazhdojnë edhe jashtë kësaj jave. Është një film i cili nga ardashti i Gjirokastrit u pëlqye dhe kjo tregon që njohjet dhe e kulturës italiane tek ardashti i Gjirokastrit është e madhe, edhe për personazhe që janë disi të veçantë. Kjo na forcon akoma më shumë besimin që në të ardhmen të sjellim të tjera aktivitete kulturore, filma, por jo vetëm, dhe pikërisht duke marrë shtys nga pjesëmarrja sidomos dje në teatr të ardashësve, Gjirokastrit në muajin korik mendoj që të organizojmë në bashkëpunim me ambasadën dhe konsullatën e përgjithshme në Vlorë dhe me konsullatën e nderit në Gjirokastër dhe patjetër me Bashkinë e Gjirokastrës, një koncert me artistë të njohur të muzikës së lehtë italiane. Ekspozita të ndryshme, koncerte, shfaqje filmash, promovime librash janë aktivitetet që ka mirëpritur Gjirokastra ndër vite në javën e kulturës italiane.